është çfarë duhet të kenë kujdes mësuesit e sotëm? Ndryshimet nuk mund të jenë super të mëdhaja dhe të menjëhershme. Që the pak më parë kaq bukur, ndryshimet duhet të jenë të vogla, konstante dhe të qëndrueshme. E para të pranojmë faktin që diçka duhet të ndryshojë. Pra mësuesi duhet të shkojë vetë në pasqyrë dhe të thotë, ka diçka që unë duhet ta ndryshoj në mënyrën se si unë bëj mësim në klasë, qasjen që kam ndaj, informacionin që ndaj me fëmijët, mënyra se si punoj me fëmijët. Ka diçka që nëse e ndryshoj do të përmirësoj se si unë ndihem në klasë, dhe pastaj kjo diskutohet dhe të reflektohet edhe tek fëmijët. Hapi i dytë është si mund ta bëj këtë ndryshim. E kalojmë tek elementi teknologji. Tashmë ky brez mësuesish që kemi në përshkolla, përket një brezi i cili nuk i ka munguar ai shansi për të trajnuar në fushën e teknologjisë, për të qenë i aftë të navigojë dhe të marrë informacion nëpërmjet internetit. Ky është hapi i parë. Mësuesi ashtu sikurse i kërkon nxënësit kuriozitet dhe kreativitet, këtë gjë duhet ja kërkojë edhe vetes. Kjo diskutohet që çon në një përmirësim jo vetëm profesional të mësuesit, po mbi të gjitha edhe një ndryshim personal. Më beso, do të thënë sa herë mësoj diçka të re, apo bëhem kurioze për diçka të re, ngjaj një fëmijë të vogël, dua ta shfletoj, dua të kërkoj, të marr informacion më tepër, shofa e bëj dot, e bëj po aq mirë sa personi i cili po e prezanton për shembull në një video. Pra, asnjëherë ne nuk duhet të rreshtim të mjaftojmë me aq sa dim, sepse gjithmonë ka për të mësuar. Duhet të jemi, si të themi, në kërkim të gjërave të reja.